Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush ju bën një surprizë të bukur, të papritur? Kush është ky person që ju bën një surprizë të bukur, të papritur në jetën tuaj? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të tarotëve, shenjave të horoskopit dhe gërmave të alfabetit. Pra kush është ky person që ju bën një surprizë të papritur në jetën tuaj, ty femër së ti të fuqishme që ka një energji pozitive? Ky person hyp në këtij kali me një shpresë, me mandelin e shpresës, në këtë kal paqësor, me këtë kuror dafine, për të ardhur tek ju. Dhe pse është pak i mërzitur, sepse është larg, edhe punon fort, është me njerëzve jo fort të mirë, që mërzitet, juve i sjell mesazhe në qiell të pastër, do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës së tij, të vuajtjeve, të shtimeve, dhe të kalëroj drejt kësaj rruge të pastër të ndriçuar nga dielli në këtë kal të bardhë të paqes, për të ardhur drejt jush, drejt perëndeshës së tij të bukurisë, për t'ju surprizuar me një surprizë të papritur, me një lajm të papritur. Është i fokusuar te financat, ka dhe shumë net të stresuara për këto financa, sepse shumica e financave të tij harxhohen, por shumë shpejt ai do të bëjë një surprizë të papritur, të befasishme, sepse hypon këtij kalit ushtari i monedhës, hypon këtij kalit dhe vjen drejt jush, por duhet pak durim, me pak durim, sepse gjërat e mira bëhen nga dar, jo me shpejtësi, sepse ashtu si punë e lepurit që vrapon shpejt dhe zhduket në gmusha, më mirë nga dal si breshka, nga dal, dhe gjërat bëhen gjithçka ndosë për së mbari dhe për së miri. Dhe vin takohet duke të bërë ty një surprizë të mrekullueshme, të papritur, që ti nuk e pres këtë surprizë që bën. Dhe me këtë surprizë, ju të dy do të jeni shumë falenderues dhe mirënjohës universit që ju ka sjellë këtë harmoni, paqe, miqësi dhe qetësi shpirtërore. Me kë rezonon kjo? Me kë person? Shenja horoskopi. Kush mund të jetë ky personi që të bën këtë surprizë të mrekullueshme? Luani, me shenjën e luanit, me shenjën e gaforet, të shigjetarit, të akrepit, të demit, peshqit dhe bigjëreshës. Kurse me gërmat e emrit apo të mbiemrit tuaj mund të rezonojë me gërmën Z, me gërmën E, me gërmën I, me gërmën G, me gërmën F, me gërmën Q, V, L, gërmën Sh, T, gërmën R dhe gërmën B. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.